Se si filloi gjithë shka, kjo iniciativë? Atëherë, Artemisa, ideja për themelimin e Fondacionit Leading Ladies ishte një reflektim i madh, më buronte nga zemra ideja për ta themeluar. Gjatë përvojës time, gjatë karrierës time, kam patur rastin të takoj vajza dhe gra të talentuara, të guximshme, me një potencial të jashtëzakonshëm, mirë po jo gjithmonë të përkraura, të mbështetura, të inkurajuara dhe jo gjithmonë ju jepeshte mundësia dhe hapësira për ta realizuar ëndrrën e tyre dhe për ta treguar potencialin e tyre të vërtet. Shtysa fillestare që më shtyu realisht që ta nisi këtë nisëm buroi nga zemra, si grua, si nën, si profesioniste, që ja di shumë mirë vlerën se si është kur dikush beson tek ti. Dhe ja kështu lindi edhe ideja të krijojmë një platformë, të ndërtojmë një platformë ku gra dhe vajza do të ndihen të mbështetura, të fuqizuara, të inkurajuara për të realizuar ëndrrën e tyre. Pra, fondacioni ynë ka për qëllim që të ndërtoj rrjet bashkëpunimi dhe të ndërtoj urë lidhse. Domethënë, krejt qëllimi kryesor është fuqizimi i gruas dhe qëllimi tjetër është që të marrë rolin e merituar në shoqëri.